Ngjarje rënd në Durrës, gruaja humbi jetën gjatë ndërhyrjes kirurgjikale, hetohet mjeku. Një ngjarje tragjike ka ndodhur sot në Durrës, ku një grua ka humbur jetën gjatë një ndërhyrje kirurgjikale. Sipas njoftimit të policisë, ka nisur një procedim penal ndaj mjekut 59 vjeçar, ish banues në Durrës, i cili akuzohet për veprën neglizhenca për trajtimin mjekësor. Mjeku është hetuar për humbjen e jetës së 54 vjeçares MG, banuese gjithashtu në Durrës, e cila ka ndruar jetë në klinikën e tij gjatë procedurës kirurgjikale. Hetimet janë duke vijuar për të sqaruar rrethanat e ngjarjes. Njoftimi i policisë. U referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për veprën neglizhenca në trajtimin mjekësor për shtetasin ISH, 59 vjeç, banues në Durrës, me detyrë mjek, pasi në klinikën e tij ka humbur jetën gjatë një ndërhyrje kirurgjikale, shtetasja MG, 54 vjeç, banuese në Durrës.